Nadja mirë tanëve. Sot pa kam qef me vepru me mu në gjiro. Kam shku te fizioterapisti. Shpresoj t'jetë vizita fundit pas korrumbolit që kam pas. Edhe thash po e tregoj qik këtë pjesën teme d'Italisë. Jam fiksu shumë mas videografisë. Ashtu të pëlqy me bo video shumë këtë periudhë dhe pse di. Këtë janë provat e para të vlogut. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, po qa, jeta fillojmë. Tash me bo video të bukra është një gjo, edhe me full para kamerës, kështu si i marri është një gjo tjetër. Kështu që sa më atipër që e bojmë këtë gjo, si më hënë dalim prej asaj zonës komfortit, edhe përmirësohena. Nuk është as pak e letë me full para kamerët, se duket sikur je të full me vedi, si më hënë nuk e percepton dot, sepse të ke fundit je para një objektivi ditë dhe është e vështirë. Unë me thënë drejten, ka një 8 vjetë të mira që munohem pa shumë e vështirë, më duket vedi kështu si robot, sikur nuk jam i njëjti që jam me njerëzit në jetën reale. Dhe është e vërtet, sepse është jashtëzakonisht shumë e vështirë, duhet shumë praktik, shumë punë, shumë munim për munu me për cjellë, pra atë që gjithë cili nga ne ka mrena, si më hanë. Dinamika nga matë nërishme që mund t'jenë si gazmore, është edhe delikate, pra. Edhe kam qef me i ba pa editim, adin me i ba ishtu si dolin. Sepse kur ban editim, sikur jetu i të thoni gjysë të vërtetet, pra. Nuk të rëgan edhe pjesën kur gabove, kur ishe të folë, ose kur bane skriptin, ose kur bane montimin si e kishe menu, nuk doli, nuk ashtë originale, pra. Plus i jeta gjithë të cilit nga ne, sidomos në jetë emigrimit, që jene detyruar, si më hanë, me hangër nërsh, me folë nërsh, në gjutë huj, pra, me njek regullat tjera, më përballë me dinamika nga ma të nëshme, duke e fillu që është e ignoranca, pra, që bjen racizmin, jena detyruar me i tërgu njerëzve që shive se ne nuk jena njerëz shi, po jena njerëz mirë. Fakti që disa nga bashkëdhëtarët tonë ka bë diçka, nuk do të thotë që jena tonë kriminela, ndin? Tek e fundit ne kena kryetarin e shtetit që hiqet si një i më i kullumur në botë. Dhe me qëra fjalla, kja puna protestave, për unë i të une, nuk e ditë ju, një jashtëzakonisht fuqishme të asoj flladit shqiptar. Edhe tu ke një lërgë, pra, tu ke një ashtë, ma dha këtë ndjesin. Faleminderit Instagrami të më njofta me njerëz jashtëzakonisht shumë të mrekullueshëm, njerëz të thellë. Kam pas edhe disa biseda personale që me të vërtet më kanë mush, me njerëz që duket sikur i kam njoft tash i jetë. Prandaj është shumë e rëndësishme. Edhe më pëlqen kjo pjesë, po. Plasi shari edhe këto. O, zëtë ku më gjejnë mu. Duhet me parku i gru një vend ku nuk mundet edhe plasi. Sa po ardhën të ashtu të ida. Qenë fizioterapisë, shpresoj që t'jetë e fundit. Këtu janë punëtorë që janë të organizu sotën. Si sa bërtasin. Bo, sa la pazone. Kja është qenë fizioterapisë.
Scifna ma buono. Hanno sgridato voi altri prima? Io ero là fuori. Secondo me che costretti a far subito prima di Sì, chiaro. Però che c'è modo di parlare alla persona. Perché io ero là, ho ascoltato, insomma. questo te campo così ricordare che stamattina dopo Basta. dopo che si non capivo che si Esatto, sì. non so che No, io ero là, mi sono un po' stupito. non si più rispetto perché sta tutto Non vede più i modi. Anche perché se non ti piace il lavoro, basta cambiarlo. Perché se quello non puoi riversare sulla gente che non conosci la frustrazione della tua vita. Sì, a me hanno detto prima vai sull'altro parcheggio, vabbè, vado tanto. È chiaro. Ozë, nuk ka bo me qo. E kisha cop shpatlen edhe shpinën. Tash me 7 kam vizitën e fundit edhe 7 shtator edhe shpresoj që t'ja dalim. Asta është pakelete, me thonë drejten, me filmu vedin. Qa, ardhi edhe djali. Enea? Këtu? Hajde, papa. Ciao, amore mio.